Të dashur shqiptar, jam shumë krenar që jam shqiptar, jam shumë krenar që jam nga Dibra, sepse unë kam gjetur origjinën e detit janë. Dhe këtë nuk e ka gjetur dot Norbert Jokli, Gustav Mahler, Holger Pedersen, nuk e kanë gjetur dot. Si e gjeta unë origjinën e detit janë? Pikërisht, përgatita fjalorin e gjuhëve indo-europiane e dorëzoj në vitin 2004 në Shqipëri. Kujtova se do e merrte Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Është edhe sot e kësaj dite ky fjalor falas në internet dhe Akademia e Shqipërisë nuk e pranon. Pra, Akademia e Shqipërisë jo që s'më pranon mua, po nuk pranon as Joklin, as Mahlerin, as Pedersenin. Akademia jon e jashtëzakonshme. Tani, këto që them unë nuk i pranon as familja ime. Deri në këtë shkallë, Akademia nuk pranon fjalorin tim, familja ime nuk pranon atë që them unë. Për detin jon. Po përse nuk e pranon, do thoni ju? Sepse ka rezultuar që deti jon është emri i një personazhi mitologjik i lirë. Dhe ku është shpjeguar kjo? Është shpjeguar pikërisht në antologjinë që ka përgatitur Stefanusi i Bizantit në shekullin e 6 të erës sonë. Pra ilirët ekzistonin deri në shekullin e 6 të erës sonë. Përdornin një gjuhë shumë të bukur, gjuha ilire, dhe emri i këtij personazhit biblik, do thosha unë. Ky është personazh biblik i lirë. Ne kemi Biblën tonë, i lire. Dhe emri i këtij personazhi biblik i lirë është Ionios. Dhe emri i detit që ai ka krijuar është Pelagos Ionion. Sepse, po t'i keni parë të gjithë filmat e mi, tok fjalshat në helenisht nuk janë si në shqip. Emër gjinore plus emër në emërore. Nuk është deti i Ionit si në shqip, madje dhe nuk shkruhet si në shqip, shkruhet Ionios. Por është deti Ionion, pra deti çfarë? Kjo tregon që fjala Ionion është në rasën kallëzore dhe emërore duhet ishte Ionios. E këtë analizë nuk e ka bërë askush në botë, asnjë grek. Absolutisht. Asnjë grek para kësaj date. Atëherë, në qoftë se ilirët kanë vënë emrin e detit Ion, këta janë folësit e dialektit ionik. Po ç'është dialekti ionik, do thoni ju? Është dialekti i poemave të Homerit. Është dialekti epik, ku nuk përdoret forma e trajtës së shquar. Për shembull, fjala brini në gjuhën ilire mesape ishte brindos. Në greqisht duhet ishte ho brindos. Trajta e shquar është hequr. Fjala varka, lembon, e kam gjetur unë në Marseille, mbi shkrim i lirë, në pllaka, në shekullin e 6 para erës sonë. E pra, në greqisht duhet ishte ton lembon, pjesë e rasës kallëzore. Nuk është. Nuk ekziston në gjuhën ilire. Është lembon, varkën, një lloj si në shqip, rasa kallëzore. Lembon me n, barkën në shqip. Çdo emër në shqip është me n, një lloj, në rasën kallëzore. Pra shqipja është e lidhur me ilirishten. Pjesë gramatikore të shqipes janë pjesë të ilirishtes, rasa kallëzore. Dhe ilirishtja nxjerr lembon pa formën e trajtës së shquar, që do të ishte në emërore ho, lembos, dhe në kallëzore do të ishte ton, lembon. Edhe emri i detit jon do të ishte me pjesën e formës së rasës kallëzore, ton Ionion, por nuk është. Është Pelagos Ionion, dhe për grekët kjo është e pakuptimt. Ky është dialekti epik dhe dialekti ionik.
është origjina e emrit të fisit Ion, nazin e vogël. Ja ku e keni. As Majri, as Jokli, as Pederseni nuk u shkonte ndërmend që ilirët kanë folur helenisht në botë. Përveç meje askush se ka menduar një gjë të tillë. Dhe kjo ka dalë rastësisht duke shpjeguar live në YouTube, në filmin tim të parë, Monedhat Ilira. Dhe unë thash, po ç'është kjo, koinon skodrinon? Skodrinon është gjinoria shumës e greqishtes. Dhe kjo është në Monedhat Ilire të Shkodrës. Do të merrova, kuptova menjëherë që emrat e qyteteve ilire janë në shumës gjinore, sepse emri parardhës është koinon në shumës. Dhe pret që emri pasardhës të dalë gjithmonë në shumës. Qytetet ilire janë gjithmonë në shumës, të dashur shqiptar, në gjinore, si në greqisht. E kuptoni apo jo që ilirët flisnin një dialekt grek. Thjesht mungon forma e trajtës së shquar e greqishtes. Është i njëjti lakim emrash si në greqisht. Pra në emrore është Ionios dhe në kallëzore është Pelagos Ionion. Jo në gjinore si në shqip, deti i Ionit, por deti Ion. Pra, deti Ion në shqip tregon që edhe gjuha shqipe e ka në rasën kallëzore këtë. Deti Ion është në rasën kallëzore, por në gjuhën shqipe është hequr mbaresa Ionion, e kuptoni? Dhe Ionios është hequr në shqip dhe ka mbetur vetëm deti Ion. Nuk është gjinore, është kallëzore edhe në gjuhën shqipe. Po përse do thoni ju është kjo në shqip e tillë? Sepse edhe në greqisht, edhe në shqip është shkrirë rasa kallëzore dhe rasa gjinore. Kjo ka ndodhur në greqisht. Është shkrirë kallëzorja me gjinoren. E këtë se di njeri. E di vetëm unë. Gëzuar të pim një kafe bashk. Kjo është një ditë e veçantë. Unë emrin e detit Ion kam shpjeguar dhe më përpara, por shpjegimi i sotëm është bërë me ndihmën e inteligjencës kompjuterike e cila ti merr plisat dhe ti bën sy tjena. Kjo të bën inteligjenca kompjuterike. Ta shikojmë bashk se si e bëra këtë analizë të përsosur. Të dashur shqiptar, duhet ta pranojmë që keni të bëni me një gjeni dhe pikë. Pelagos Ionion tregon që kemi të bëjmë me dialektin ionik dhe në dialektin ionik është e hequr forma e trajtës së shquar të rasës kallëzore. Prandaj grekët nuk e kuptonin dot këtë gjë. Në greqisht kjo nuk ka kuptim, por kjo ka kuptim në gjuhën ilire dhe në dialektin ionik ose dialektin epik. Pra, kjo mbares, ios në mashkullore, si që shikoni, është ion në kallëzore. Pelagos Ionion, deti Ionion, është në rasën kallëzore në dialektin epik. Dhe askujt si a merrte mendjen botë, edhe tani që po bëj këtë film tani, që dialekti epik është folur, sepse në të gjitha enciklopeditë e botës thuhet që dialekti epik është përdorur vetëm në poemat e Homerit. Tani mendojeni pak se si do përdorte Homeri një dialekt që nuk është folur nga askush në botë. Përse do të ishte kjo një gjuhë artificiale dhe jo gjuhë e folur nga të gjithë? Në fakt është gjuha e folur në Mesapi. Dialekti Mesap në Mesenja të Greqisë, pra nga vjen dialekti Mesap, u përhap në Italinë e Jugut. Dhe në mesapisht kështu dalin emrat pa formën e trajtës së shquar, por janë emra grek, edhe ato. Përse mor Zot, thosha unë, pas ka shkruar Homeri në një gjuhë që se ka folur njeri? A ka kuptim një gjë e tillë? Kemi të bëjmë për një kohë kur shkrimin e njihte vetëm 1% e popullsisë,
ata që merreshin me shkrime për mbretin, ose për parlamentin në Athinë. Por shumica e njerëzve ishin analfabet. Pra poemat e Homerit janë bërë për të dëgjuar. Atëherë si do e kuptoj ti poemën e Homerit, në qoftë se ti s'dije homerisht, dialektin epik, do të thënë do ta flisi atë që ta kuptoje si poem. Një grek nuk e kupton homerishten. Poemat e Homerit janë bërë për ilir, për folës të dialektit ionik, që flasin Pelagos, Ionion, deti Ionion në rastin kallëzore. Kjo mbaresë është në gjuhën mesape, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën greke, në asnjë gjuhë tjetër indoeuropiane. Kjo rast kallëzore. Sepse shqipja është bie e ilirishtes. Atëherë, në qoftë se kjo është gjuhë e folur, ka patur Homer poet, po dhe adhurues të Homerit, njerëz me mish dhe me gjak, që kuptonin homerisht. Grekët nuk e kuptojnë poemën e Homerit, as Iliadën, as Odisean në botë. Dhe është përkthyer edhe Iliada, edhe Odisea në fillim të shekullit të 20 në greqisht, në dialektin demodik, të folur në Egjipt. Pra, grekët e sotëm flasin një gjuhë të Aleksandrisë, të folur në Egjipt nga grekët atje. Grekët s'kuptojnë fare poemat e Homerit, as një fjalë, se s'mund ta kuptosh një poem pa format e trajtës së shquar, nuk të hyn në tru. Të mos flasin për fjalorin. 5000 fjalë, që është një gjuhë më vete e Homerit, janë të panjohura për grekët, nuk e din edhe sot e kësaj ditë se çfarë do të thonë, dhe është përkthyer me përafërsi poema e Homerit. Dhe ata që thonë që kuptojnë homerisht janë të çmendur, sepse grekët vetë se kuptojnë pjesën dërmuese të fjalëve në poemën e Homerit, as në Iliad, as në Odisean. Dhe aq më pak studja e etimologjisë, që s'di greqisht, si mund të kuptoj ajo një dialekt që grekët se kuptojnë as vetë. Dhe është folur në Azinë e vogël gjuha e Homerit, por dhe në Iliri, edhe në Italinë e Jugut. Quhet dialekti epik ose ionik. Dhe tani shikoni vetë se do luani nga Monte Kokos që në enciklopedinë e Bizantit pranohet që ky është emri i lirë, por jo grek. Të dashur shqiptar, shikoni me vëmendje në monitor se si gjuha shqipe i heq mbaresat greke, por kanë qenë në ilirisht, janë një lloj si në greqisht. Thjesht ilirishtja nuk përdor format e trajtës së shquar që i paravendosen emrit në greqisht. Në shqip ne i prapavendosim, ndërsa në greqisht dhe në ilirisht ato i paravendoseshin dhe pastaj në ilirisht u hoqën fare. Cila është arsyeja? Arsyeja kryesore është se në poemat e Homerit nuk ishte vend. Metri i vargut nuk lejonte për përdorimin e shpesht të formave të trajtës së shquar, dhe pastaj u hoqën fare. Por nuk kuptoheshin, që ishin pranishme, thjesht nuk shqiptoheshin. Pra, për grekët, tokfjalshi Ionion Pelagos nuk ka kuptim. Edhe në gjuhën greke të sotme duhet krijuar emrore dhe gjinore, një lloj si në shqip. Pra, gjuha greke sotme është ndikuar nga gjuha shqipe. Por në helenishten e lashtë, edhe në gjuhën mesape, kështu krijohen tokfjalshat, dhe këtë dim na fjalën Oros Skardon ose mali i sharit. Pra, mali i sharit është në shqip emrore plus gjinore, ndërsa në ilirisht ishte emrore plus kallëzore. Malit sharin, kështu i thonë ata, me në fund. Pra, Pelagos Ionion do thot deti Pelagos dhe jo pelg, si që i thonë shqiptarët, dhe Ionion në rastin kallëzore. Kjo është e gjithë ideja. Dhe këtë sqaron edhe Stefanusi i Bizantit. Dhe i thot që ka 3 mundësi.
ose është emri i një personazhi mitologjik nga Italia, do më thënë i gjuhës latine, ose është një personazh mitologjik i lirë, ose është origjina e lopës Io, që është dhe emri i hënës Io, në Arkadia, që ta dini, me siguri të plot. Dhe është përmendur kjo etimologji tek Prometeu i lidhur vepra e Skilit. Io udhëton tek Prometeu në malin e Kaukazit, atje ishte lidhur ai, dhe i shpjegon atij që ai do të çlirohet një ditë nga vargonjt që e kanë lidhur. Pra, në formën e një lope mëshqer e re, që s'ka dhënë akoma viçin, Io udhëton për në malin e Kaukazit, që gjoja është vendlindja e albanëve, në fakt aty ishin koloni greke, siç e shikoni, që këndonin për perëndinë e Prometeut. Nëse kishim idenë në shqiptar se çfarë është Prometeu dhe që ishte në malin e Kaukazit, e pra këtë thon Helenët Jonik dhe Ilirët Jonik, pra ishin grek, Ilirët, që ta kuptoni kështu të qartë fare, dhe ata këtë shpjegim i japin. Ndërkohë që unë, në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, me ndihmën e inteligjencës kompjuterike, kuptohet, e lidh fjalën Io me një klithmë vajtimi që përdorej në dialektin jonik. Kjo është origjina e fjalës Iones ose Iaones ose Iafones. Pra, ishte klithma që lëshonin ata në betejë, ishte gjithashtu klithma kur i luteshin Apollos. Io 3 herë, pastaj O e gjatë dhe O e gjatë. 3 herë i luteshin Apollos. Hera e parë ishte Io. Në një dialekt tjetër ishte Ie, gjithashtu 3 herë, Ie Paion. Paion është emri Apollos nga fjala godas. Dhe në një dialekt tjetër është Ia, dialekti dorik. Të gjitha ishin klithma të gëzimit ose të dhimbjes, dhe është fjalë onomatopeike, nuk ka kuptim fare. Kjo është origjina e fjalës lop, lopa e Apollos, Io. Kështu i thrisnin lopës. Pra, kjo është origjina e fjalës Io, të dashur shqiptar. Është klithma e lopës, është klithma e hidhërimit dhe gëzimit në një dialekt jonik. Është gjuha e ilirëve, të dashur shqiptar. Ilirët flisin dialektin epik ose jonik, siç e shikoni, dhe Ionion është në rasën emërore Ionios. Në rasën kallëzore Pelagos Ionion. A kuptoni tash që ilirët flisin greqisht apo se kuptoni? Tani kanë filluar të shkruaj emrat që përdorin ilirët në formën e tyre të plot, siç janë, në ilirisht ose helenisht. Pra ilirët flisin helenisht. I vetmi ndryshim midis greqishtes dhe ilirishtes është ky. Emri Ionion është pa formën e trajtës së shquar. Zbulimi im, por që e kanë ditur në Bizant. Në Bizant e dinin shumë mirë që ilirët ishin grek. Përse do interesoheshin ata për personazhet mitike ilire? Se kanë bërë as për persët, nuk e kanë bërë as për romakët, që ishte perandoria më e madhe e botës, dhe kanë bërë pak për keltët. Kishin vënë re ngjashmërinë e gjuhës kelte dhe prygase në Prygja, që ishte Epiri. E kuptoni apo jo? Helenët e kanë vënë re, përpara se çdo kusht tjetër, lidhjen e prygishtes dhe të dialekteve helene. Por dialekti jonik është dialekt grek i pastër. Thjesht jonikët nuk përdorin formën e trajtës së shquar dhe gjuha e tyre është përdorur në Azinë e vogël. Atje është gjetur monedha e lopës Io.
Këtë thot Stefanos i Bizantit. Pra, arkeologjin e kanë zbuluar si shkencë grekët për të shpjeguar qytetërime më të lashta, shumë më të lashta, greke, ose para greke, që ishin greke, por para greke, përpara se grekët të shpiknin arkeologjin. Kjo është arkeologjia. Arkeo e vjetër dhe logos, fjalë. Pra për grekët, arkeologji nuk është të shkosh me kazmë dhe të gërmosh ti kështjella greke ti quash ato shqiptare, por të nxjerrësh fjalët e shkruara në përguret e kështjellës, në portat e kështjellës, në tempuj, në varre, ti nxjerrësh ato fjalë si fjalë të vjetra greke. Kjo është arkeologjia. Arkeologjia është të shpikur për të shpjeguar qytetëri më të lashtë se sa aktuale greke asaj kohe, por më e vjetër pra se sa greke, para greke, por greke gjithsesi. E kuptoni apo jo? Kjo është arkeologjia. Nuk u bë arkeologjia për të shpjeguar emrat latin, ne e marrim dhe e përdorim sot si shkencë. Por grekët e shpikën për veten e tyre arkeologjin, jo për ne. Ne e shfrytëzojmë atë, dhe në fakt e kemi shfrytëzuar shumë mirë. Grekët na kanë thënë që ju jeni i lirë, ju jeni pellazg, dhe ne të çmendurit me kazma në duar, kemi zbuluar kështjellat greke që janë të dialektit jonik, në Dalmaci të kanë bërë dhe kroatët, edhe ato u çmenden. Në Serbi u çmenden dhe serbët e quanin veten i lirë, por më të çmendurit nga të gjithë janë shqiptarët, që gërmojnë akoma dhe kësaj dite, që kanë bodrumet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë 223.000 objekte greke që ne i quajmë i lire. Okej, i lire quaj si duash, janë greke, more të gjitha. Kjo është arkeologjia, na kanë dhënë neve kazmën, dhe ne kemi bërë varrin vetes. Ne shqiptarët nuk mund të kemi akademi. Ne shqiptarët nuk mund të kemi arkeologji, sepse ne po zbulojmë vetë qytetet greke, të gjitha, me kazmë në dorë. Në fakt, po të kërkosh në të gjithë rruzullin toksor, që nuk është i sheshtë, udhëtoni përreth rruzullit toksor që ta kuptoni që s'është i sheshtë, dhe do mësoni jo vetëm që nuk është i sheshtë, se njerëzit shohin hartën. Harta është e sheshtë, që të vendoset në tryezë. Por harta përfaqëson rruzullin e rumbullakët, shqiptari Driloni. Edhe Driloni nuk është i sheshtë, është i rumbullakët. Do ta provosh shqiptari, ti do ta provosh Drilonin grek, të bëf të mirë, kosi grek i dashur shqiptari. Do ta marrësh vesh në muajin e 9, i dashur shqiptari forcën e Apollos, që është forca e 7 zanis. Pra, arkeologjia për shqiptarët është kjo. Greku na thot ne ti je i lirë shqiptari. Por emri i lirit ishte Hillyrios dhe jo i lirë i dashur Driloni, i dashur shqiptari. Dhe greku të jepi një kazmë, dhe gërmo ti shqiptari gërmo, ti do gjesh atje vetëm kockat e qenit të ngordhur, të dashur shqiptar, qenit të mollos, asgjë tjetër. Dhe shkrime greke, i dashur i liri, i dashur pellazgu. Pra, po të udhëtosh në të gjithë rruzullin toksor, pellazgu Driloni shqiptari, ti nuk do të gjesh në jetë jetëve asnjë komb tjetër të botës që ka gërmuar monumentet e një kombi tjetër dhe thot janë të mijat. Nuk ka në botë kaq të çmendur sa ne. Dhe unë po përpiqem nga viti 2020 dhe deri tani, sepse kam kuptuar i pari nga të gjithë, që këto mbishkrimi janë të gjitha greke, more, shqiptar, ore Drilon, janë greke, more, nuk janë shqip. Dhe Pelagos, Ionion, është tok fjalesh grek, more, kokët trash, dhe grekët kanë Baresa, nuk është deti Ion me jë,
por Ionion në greqisht. Pra, të paktën detin Ion duhet ta shkruajmë Ionion, që shqiptarët më në fund ta kuptojnë të merrin e asaj që ka ndodhur. Që ne marrim fjalë greke, i heqim mbaresat greke dhe i bëjmë shqipe. Pra, nuk është vetëm Sudja turbo-albane. Të gjithë shqiptarët janë turbo-alban. Pra, mënyra se si ne shkruajmë, ne jemi analfabet. Çdo të thotë që ne jemi analfabet. Edhe pse shkruajmë, ne jemi analfabet sepse ne nuk shkruajmë greqisht. Në fakt, po të shikoni dokumentet e Akademisë së Shkencave më të fundit, ata shkruajnë fjalët greke, por me shkronja romake. Dhe ç'bëjnë? Kur janë tinguj të gjatë, një o e gjatë në greqisht, ata e shkruajnë me dy o, sepse është o e gjatë. Dhe akademikët tanë nuk thonë deti i Ionit për shembull në rastin gjinore, por kur përdorin i rastin gjinore, përdorin rastin gjinore greke akademikët tanë dhe shkruajnë për shembull deti i Ionu me u, ose o-u shkruhet dhe u shqiptohet. Kështu kanë filluar ta shkruajnë akademikët tanë, shkronja romake, por shqiptim grek, sepse ashtu duhet bërë. Ky lloj shkrimi, shkronja romake dhe shqiptim grek, është shfaqur në akademinë tonë, në dokumentet e akademisë tonë, në vitin 2025. Më në fund, filmat e mi kanë filluar të veprojnë tek njerëzit më të mençur të akademisë. E kanë kuptuar që shkrimet nuk janë shqiptare, janë greke. Pra emrat i lirë, akademikët tanë, kanë filluar të shkruajnë me shkronja romake, por me shqiptimin grek. Pra, Pelagos, Ionion kanë filluar të shkruajnë me shkronja romake, por shqiptimi grek, Ionion i rastës kallëzore. Ta shikojmë bashkë. Shikoni me kujdes në monitor sepse kështu tashti akademia me të drejtë po i shkruan fjalët e ilirëve, siç janë në origjinal, por nuk përdor shkronja greke më, përdor shkronjat e alfabetit tonë, por shqiptimin grek ose ilir, quheni si doni. Pra, Ionion Pelagos, ata shkruajnë me shkronja romake, siç e shikoni, po desha shkruaj edhe me shkronja greke, por shqiptimi pra është grek. Ionion. Kjo është mbaresa e rasës kallëzore. Këtë po bën akademia jonë mbas vitit 2025. Dhe kjo është arritja ime. Tani këtë gjë nuk po e bëjnë të gjithë akademikët. E ka bërë vetëm një akademik, i cili jep mësime në Francë. Nuk do të them emrin e tij, por do e zbuloni nga filmat e mi kush është ai, do e gjeni, dal nga dal. Pra, unë jam jo akademik, s'ma kanë dhënë akoma diplomën akademikët. Sa s'duan. Edhe këtij akademikut i kanë dhënë diplomën në Francë, jo shqiptarët. Ai është pranuar në akademinë tonë mbasi ka marrë diplomën franceze. Dhe ç'bën ai? Shkruan pra me shkronja të alfabetit shqiptar, shqiptimin grek të fjalëve ilire, sepse ashtu janë në greqisht, por pa formën e trajtës së shquar. I vetmi akademik që më ka kuptuar mua është ky person. Do ta gjeni atë më në fund, por nuk do t'rregoj emrin e tij, që të mos ta urreni atë siç po më urreni mua. Pra ai këtë po e bën heshtje. Pastaj do e fillojnë dhe të tjerët, do përhapet kjo si një ortek i së vërtetës. Praktikisht deri në këtë moment që po bëjmë këtë film, të gjithë shqiptarët 100% janë turbo-alban, sepse po të mos jesh turbo-alban, duhet të jesh anti-alban, për fat keq. E vërteta është kjo, ose do jesh me të vërtetën që del si anti-shqiptar, për fat keq, ose do dalësh me të vërtetën pra,
Ose do gënjesh, do e heqësh mbaresat e detit jon dhe do e botosh emri jon, dhe shqiptarët kujtojnë se nga fjalë një rrokshe të Shqipes është krijuar fjala jon me 3 rrokje në greqisht. Jo. Ne kemi shkurtuar emrin i lirë grek, jon, në ion. Dhe nuk është me j, është me i, ion. Dhe është emri i fisit ose popullit jonik në Azinë e Vogël dhe në Italinë e Jugut. Por dhe në Shqipëri është dialekti epik jon. Pra nuk ka rrugë tjetër. Të gjithë shqiptarët janë turbo-alban. Duhet t'jesh turbo-alban. Përndryshe, ti deklaron që nuk ka patur alban në Shqipëri. Nuk është e vërtetë. Ne nuk e dim se si ka qenë gjuha e vjetër albane, shqiptare. Dhe argumentat janë që vërtet edhe gjuha shqipe ka përdorur të njëjtat mbaresa si gjuha greke. Për shembull, siç ju kam thënë, fjala brindos, kështu është në gjuhën mesape, por pa formë letrare të së shquar, pra është brindos. Koka e drerit dhe në shqip është bërë brini. Pra është rrudhur kjo fjalë. Shqipja i rrudh fjalët. Na ka ndodhur një dëmtim i madh gjenetik. Tani, është shumë e mjerueshme ajo që ndodh me shqiptarët dhe mua më ka ndodhur që një nga komshinët e mi ka një djalë të pazhvilluar mendërisht. Ai është një djalë shumë i mirë, por nuk di të flasë. Dhe sa herë që shpreh ndjenjat e tij, ai me të vërtetë që kërcen, siç kërcejnë majmunët e gëzuar, sepse nuk flet dot, gërthet nga gëzimi, ulërin nga dhimbja, një lloj si majmunët. Pra ky është rast ekstrem. Mund të na ndodhi dhe ne një ditë që ti humbasim të gjitha fjalët, të flasim me gishta, me klithma, kur jemi të zemëruar të vrasim dikë, të dhunojmë dikë, e kemi marrë në rrugën e keqe të majmunit prej kohësh. Dhe nëse duam të shpëtojmë nga ky tmerr, duhet t'i lexojmë emrat i lirë ashtu siç janë, në origjinal, që janë në greqisht. Na pëlqen, nuk na pëlqen, kjo është e vërteta. E vërteta shumë e hidhur, si ilaç, por duhet ta pish që të të bëj mirë. Mos pi më kos, o shqiptar. Mos pi kos grek. Pi të vërtetën e hidhur dhe zgjohu. Zgjohu përpara se sa të bëhesh majmun komplet, të flasësh me ulërima, të kërcesh nga gëzimi. Nuk flitet kështu, me fjalë një rrokshe, nuk flet njeri, vetëm ne. Prandaj, të lutem, i dashur shqiptari, ndrysho. Ky është shansi yt i fundit. Pastaj do zhdukesh përfundimisht nga skena. A thua se nuk e ke patur asnjë lloj ekzistence. Ti e ke ekzistencën. Janë fjalët i lire në gjuhën tonë. Dhe përpiqu të kuptosh që i lirët flisin me fjalë shumë rrokshe dhe jo një rrokshe, o majmun, o shqiptar. Mirupafshim Drilonis në filma të tjerë me akademinë tënde driloniste. Mirupafshim shqiptari. Deti jon dhe jo ion.